Prokuroria e posaçme SPAK ka zbuluar detaje të reja mbi një skem të dyshuar të transferimit të fondeve jashtë Shqipërisë në kuadër të hetimeve për dosjen Bankers. Sipas të dhënave, kompania Bankers Petroleum Albania Ltd, donse në dokumente financiare rezulton me humbje, ka dalë garante për hua të mëdha të marra nga kompani të lidhura, duke ngritur dyshime për një mekanizëm të strukturuar të qarkullimit të parave. Një nga episodet kyçe lidhet me një marrëveshje huaje për $50 milion, ku përfshihen shoqëria Petraco Oil dhe një entitet në Kanada. Në këtë skem, pala kanadeze figuron si huamarrëse, ndërsa Bankers Petroleum Albania rezulton garantore. Sipas SPAK, në praktik fondet për shlyerjen e huas gjenerohen nga aktiviteti në Shqipëri përmes lidhjeve të ngushta mes kompanive, çka sugjeron se fluksi financiar është i lidhur drejt për drejt me operacionet e Bankers në vend. Hetues si dyshojnë se kjo strukturë financiare është përdorur për të kanalizuar fonde jashtë vendit përmes huave ndërmjet kompanive të grupit, duke krijuar transaksione formalisht të rregullta, por që në thelb synojnë shmangjen e detyrimeve tatimore. Skema sipas SPAK mund të ketë shërbyer për transferim të parave në mënyrë të maskuar, pa ju nënshtruar kontrollit fiskal shqiptar. Në kuadër të hetimeve, SPAK ka marrë në pyetje rreth 10 persona, mes tyre inspektor të hetimit tatimor, drejtues bankash të nivelit të dytë dhe persona të lidhur me pronarët e kompanisë. Pavarësisht lehtësimit të masave të sigurisë, për disa nga të dyshuarit burime bën me dije se hetimet vijojnë intensivisht. Aktualisht prokuroria e posaçme është në pritje të përgjigjeve nga letër porosi dërguar në disa shtete, përfshirë Anglinë, Kanadan, Zvicrën, Austrinë dhe Greqinë, për të gjurmuar lëvizjet e parave dhe për të verifikuar dyshimet mbi ekzistencën e fondeve të padeklaruara apo fantazëm.